Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sot do të vim me një histori vërtet të dhimbshme. Një histori që i ka ndodhur një vajzës 29 vjeçare, e cila jeton në Zvicër, që është gënjur pas dashurisë, por sot është tepër e penduar dhe shumë e thyer në shpirt për atë që në fakt ajo ka përjetuar. Jam 29 vjeç. E lindur dhe rritur në Zvicër, një vend që më dha shumë mundësi, por asnjëherë nuk më shui dhimbjet që mbartja në shpirt. Jam një vajzë e thjeshtë, e ndjeshme dhe mbi të gjitha e sinqertë. Si shumë të tjera, kam ndëruar për dashurinë, për një jetë të bukur në krah të dikujt që më do sinqerisht. Dhe një ditë mendova se atë dashuri e gjeta, por nuk ishte ashtu siç unë besoja. Para disa vitesh u dashurova. Një dashuri e pastër, e thellë dhe e ndershme. Një djalë që më bëri të besoj në ndjenjat e vërteta. Si çdo vajzë që rritet me një edukat tradicionale. Më duhej t'ia tregoja lidhjen time familjes. E ndjeva që ishte e duhura, që ishte momenti i duhur. Ua tregova me zemrën në dorë, por familja, me gjithë dashurinë që kishin për mua, më thanë: "Oj qik, prit edhe pak, mos u ngut." Dhe unë prita. Një vit plot pritje, mendime dhe ëndra që ndërtoja çdo ditë me atë djalë. Por ndodhi diçka që më tronditi për jetë. Një ditë prej ditësh, më shkruan dikush në Instagram nga një akont i rem. Më foli me shumë delikatesë, me fjalë të bukura. Më tha se më pëlqente, se donte të bisedonim. Nuk i dhash rëndësi fillimisht, por kur mesazhet vazhduan, më ngjalli një lloj kurioziteti. Kisha ndjenjën se nuk ishte njëri i panjohur. Kaluan muaj, gjysmë viti, dhe një ditë, më në fund, më tregoi se kush ishte. E mbaj mend si sot. Ishte buri i motrës time. U trondita, por njëkohësisht diçka në zemrën time u thye dhe u ringjall një ndjenjë që nuk e kuptoja. Ai më fliste me aq dëmshuri, me një vëmendje që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. U ndjeva e vlerësuar, e dëshiruar, e kuptuar. E di që mund të tingëlloj çuditshëm, por unë u dashurova. U dashurova me të pa e menduar dy herë se ish buri i motrës. Nuk ishte më pjesë e familjes. Kishin vite që ishin ndarë dhe unë mendova se ndoshta Zoti e kishte shkruar kështu rrugën time. Kaluan 2 vite. 2 vite të fshehta. As familja ime, as askush tjetër nuk dinte gjë. Ishte një dashuri që më bënte të ndjehesha gjallë, që më mbarte dhe një bar faj që më gërryente për brenda. Deri një ditë, kur gjithçka u shemb. Në TikTok pash një akont të rem që fliste me një vajzë tjetër. Fillimisht nuk e mora seriozisht, por zemra nuk më lindi rehat. E hulumtova, e pash, e lexova çdo detaj. Dhe ajo vajza kishte nisur të dilte me të. Po me të njëjti njeri me të cilin unë po jetoja një histori sekrete për 2 vite. Dhe më e tmerrshmja ishte po ai burr ish buri i motrës time. E njëjta fytyrë, e njëjta buzëqeshje,
që më premtoi mua dashuri, tani premtonte dikujt tjetër. Aty ndjeva se po më merrej fryma. U rrëzova në një humner që nuk dija si të dilja. Sikur të mos mjaftonte kjo. Një ditë ajo vajza më shkrua në privat, me fjalë të ulta, të poshtra, të planifikuara për të më thyer. Unë do ta prish familjen tënde. Do të nxjerr në shesh çdo gjë. Fjalë që nuk do t'i haroj kur. E lash me një herë, e lash atë njeri, atë lidhje, atë kujtim. Rash në depresion. Unë mbylla në vete. Nuk qeshja më. Nuk flisja më, nuk ndjeja më. Shkova në spital. Ishte vendi vetëm ku mund të merrja pak qetësi, pak oksigjen për shpirtin tim të plagosur. Mjekët më mbështetën, më dëgjuan, por isha vetëm unë që duhej ta nxirrja veten nga ajo errësirë. Dhe e bëra. Sot nuk kam askënd tjetër përveç Allahut. Ai më pa në gjendjen më të keqe. Ai më dha forcë. Ai më tregoi të vërtetën kur unë isha e verbëruar nga ndjenjat. Dhe sot për herë të parë pas shumë kohësh e kam familjen time pranë. Më në fund jam me to, pa fshehtësi, pa frikë. E di që bëra gabim, por e lash për hir të tyre. Për hir të motrës sime që ndoshta nuk do të ma fal kur nëse do ta merrte vesh. E lash për nënën time, që nuk e meriton një vajzë që i fshej gjërat. E lash për Zotin që më dha këtë provë si një sprov besimi. Po sot jam vetëm. Nuk kam njeri në krah, por nuk jam bosh. Kam paqe. Kam mësuar që dashuria e vërtet nuk është gjithmonë ajo që të bën të dridhesh, por ajo që të ruan nderin, familjen dhe besimin. Kjo është historia ime. Një histori që më theu, por që më mësoi të ngrihem më e fortë. Mos harroni kur jeta t'jep sprova, por nëse ke Allahun në zemër dhe familjen pranë, gjithçka është e kalueshme. Unë jam gjallë dhe sot dua vetëm një gjë: paqe dhe falje. Kam kaluar shumë net pa gjumë, me syt në tavan, duke pyetur veten, si erdha deri këtu? Si lejova që zemra ime të verbohej nga ndjenjat e momentit dhe të mos shihte më gjerë, më thellë. Në Zvicër, ku çdo gjë duket perfekte nga jashtë, njeriu mund të jetë i shkatruar për brenda. Unë isha ajo vajzë që buzëqeshte përpara të gjithëve, por që në shpirt ishte duke u rënuar. Kam qarë në heshtje. Kam mbajtur barë që nuk ja dëshiroj askujt. Dashuria ime u bë plagë që mezi u shërua. Pas daljes nga spitali vendosa të mos kthehem kurrë në rrugë të fshehta. Fola me vetveten, me shpirtin tim. I premtova Allahut që do të jem e ndershme me veten dhe me të tjerët. Ndoshta nuk do ta përjetoj më kurrë një dashuri si ajo, por kam gjetur një dashuri më të madhe. Dashurinë për vetveten, për paqen time, për moralin tim. Kur e lash atë njeri, e lash edhe pjesën më të errët të vetes sime, pas. Nuk do t'i rikthehem më kurrë. Sot e vërteta ime është një histori që dua ta tregoj për të bërë dritë për dikë tjetër. Nuk e di kush do të më gjykoj, nuk e di kush do të më kuptoj, por unë e di që ka vajza si unë, që bien në kurth të ndjenjave që i mbyllin syt nga pasojat. Ju them me gjithë zemër, mos e shkelni pragun e familjes për askënd. Çdo dashuri që kërkon fshehtësi është një plagë që do të hapet kur të jetë më së paku e përshtatshme. E sotmja ime është më e qetë. Jam kthyer te familja e pastër dhe e sinqertë. Kam rifituar respektin e tyre pa pasur nevojë të tregoj çdo detaj. E din që kam vuajtur, e ndjenj që jam pjekur dhe ndoshta një ditë Zoti do të më sjell dikë që do të më dojë me shpirt, pa fshehtësi, pa më vendosur kur përballë familjes time, e derisa të vijë ajo ditë, do të jetoj me besim, me zemër të pastër dhe me bindjen se dashuria e vërtet nuk të ndan kurrë nga ata që të duan më së shumti në jetë.